Limi dhe Alba gjenden vetëm në dhomën e gjumit, në një moment ku zhurma e shtëpisë duket sikur është larguar. Pas gjithë debateve, xhelozive dhe tensioneve të ditëve të fundit, mes tyre krijohet një qetësi e çuditshme. Ata shtrihen në krevat pranë njëri tjetrit, shumë afër, pa folur shumë. Shikimet mes tyre janë të rënda, të mbushura me ndjenja të përzira, mllef, pasion dhe paqartësi. Atmosfera bëhet gjithnjë e më intime. Limi afrohet më shumë drejt Albës, ndërsa ajo nuk largohet, përkundrazi qëndron aty, duke e pranuar afërsinë. Heshtja flet më shumë se çdo fjalë. Dritat janë të zbehta dhe lëvizjet e tyre janë të ngadalta, sikur po harrojnë gjithçka që ka ndodhur jashtë asaj dhome. Në atë moment, situata mes tyre kalon një kufi emocional, duke treguar se marrëdhënia e tyre është shumë më e ndërlikuar se sa debatet që shihen gjatë ditës. Kamera qëndron për pak çaste, duke kapur vetëm afërsinë dhe tensionin mes tyre, pa dhënë asgjë konkrete, por duke lënë të kuptohet se mes tyre po ndodh diçka private. Pikërisht në këtë çast, produksioni vendos të ndërhyjë dhe pamjet ndërpriten për një moment. Kamerat fiken, duke e lënë gjithçka jashtë syrit të publikut. Kjo ndërprerje shton edhe më shumë kurreshtjen dhe diskutimet, sepse ajo që ndodh nuk shihet, por vetëm nënkuptohet. Pas kësaj, atmosfera në shtëpi ndryshon. Ky moment I shkurtër, por shumë domethënës, bëhet temë e heshtur, e ndjer nga të gjithë, edhe pse askush nuk flet hapur për të. Marrëdhënia mes Limit dhe Albës merr një tjetër kuptim, duke e bërë situatën edhe më të ndërlikuar për banorët e tjerë dhe duke rritur tensionin që ndihet në ajër. Gjithçka mbetet pezull, e paqartë dhe e mbushur me pyetje, ndërsa publiku mbetet I fiksuar pas asaj që u nënkuptua, por nuk u pa, duke e bërë këtë moment një nga më të komentuarit dhe më të fortët emocionalisht në shtëpi.